Edhe këtë fundjavë, hyrja drejt bashkisë së Divjakës dhe aksi që të çon në plazh vijojnë të ofrojnë një panoramë shqetësuese. Meturinat urbane, shishet plastike dhe mbetjet e tjera janë të shpërndara përgjatë rrugës, duke lënë një përshtypje as pak të denjë për një zonë turistike. Pak ditë më parë, televizioni Apollon e denoncoi këtë problem, megjithatë deri tani nuk duket të ketë pasur një ndërhyrje konkrete për pastrimin e kësaj pjese të rëndësishme të infrastrukturës turistike. Ndërsa Bashkia e Divjakës, e drejtuar nga kryebashkiaku Josif Korrea, promovon potencialin turistik dhe bujqësor të zonës, duke folur për objektiva ambicioz dhe për pritjen e 12 milion turist mes fushave me speca, domate dhe tranguj, pamje që i pret vizitorët në hyrje të aksit rrugor është krejt tjetër, meturina përgjatë rrugës dhe mungesë pastërtie. Pamjet flasin vetë, turistët vendas dhe të huaj përballen fillimisht me mbetje plastike dhe plera në vend të një hyrje që pasqyron standardet e një destinacioni turistik. Pastërtia është hapi i parë drejt turizmit të qëndrueshëm. Për këtë arsye, qytetarët presin që Bashkia e Divjakës dhe strukturat përgjegjëse të ndërhyjnë sa më shpejt, në mënyrë që imazhi i qytetit të mos dëmtohet nga një problem që mund edhe të zgjidhet.